Selin ka rikthyer sërish në vëmendje raportin e saj me Mirin, duke hapur një debat të ri mes banorëve brenda shtëpisë. Deklarata e saj ka nxitur reagime dhe diskutime, pasi ajo la të kuptohet se ka dyshime lidhur me marrëdhënien që banori ka jashtë me partneren e tij. Gjatë një bisede me banorët e tjerë, Selin u shpreh se disa nga sjelljet dhe deklaratat e Mirit gjatë qëndrimit në shtëpi e kanë bërë të krijojë dyshime për raportin e tij jashtë formatit. Ajo theksoi se perceptimi i saj është ndikuar nga mënyra se si ai është sjellë ndaj saj në situata të ndryshme. Mua më ka shkuar mendja që Miri jashtë me partnerin e tij nuk ka një marrëdhënie korrekte, u shpreh Selin. Deklarata e saj ka ngjallur reagime të ndryshme mes banorëve, ku disa kanë kërkuar më shumë sqarime, ndërsa të tjerë kanë zgjedhur të mos komentojnë mbi jetën personale të artistit jashtë shtëpisë. Nga ana tjetër, Miri ka qenë i qartë që në fillim të qëndrimit të tij në shtëpi, duke theksuar vazhdimisht se raporti i tij me Selinën është thjesht familjar. Ai ka detyruar se shef Selinën si vajzën e tij dhe ka mohuar çdo nënkuptim tjetër për marrëdhënie mes tyre. Por i menjëhershëm ka qenë reagimi i gruas së këngëtarit të West Side Family, e cila në një postim në Instagram tregon krenare unazën e martesës, gjithashtu shkruan: "Ti do të kapësh prajmin në kurrizë të martesës son, por unë kapa zemrën e burrit një dekadë më parë. Gjithmonë me ty, shatësi im", ishte shkrimi që publikoi partnerja e Mirit. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.